Gjykata e Apelit Posaçëm ka refuzuar kërkesën e ish-gjyqtares së Elbasanit Pajtime Fetahu për të zbutur masën e sigurisë arrest në burg të vendosur nga SPAK. Në GKK ka argumentuar se kërkonte lirimin për shkaqe shëndetësore, duke paraqitur disa raporte mjekësore dhe një relacion informativ mbi gjendjen e saj të përpiluar nga mjeku i burgut të Pojskës në Pogradec, ku Pajtime Fetahu mbahet e izoluar. Por të gjitha provat e dorëzuara në seancë nuk arritën të bindin gjyqtarin e seancës paraprake Dimitër Lara. Ish-gjyqtarja Fetahu përmes komunikimeve në aplikacionin Sky dyshohet se ka pasur lidhje me historitë kriminale të vëllezërve Franz dhe Hajdar Çopja, si dhe grupin që drejtohet nga Suel Çela. Sipas njoftimit të SPAK, Fetahu u ka dhënë vëllezërve informacione sekrete. Prokuroria e posaçme dyshon se ajo mori 11.000 euro, një monedhë floriri dhe priste edhe një aparat celular nga antar të grupit kriminal Çopja. Ajo akuzohet për korrupsion dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale, ndërsa dha dorëheqje nga sistemi i drejtësisë më 16 nëntor 2022, vetëm pak ditë para kur duhej të nënshtrohej procesi të vettingut.